Unë e kuptoj si mashtrajtin buhet është më i madh. Mo ti na me dekuni si popull edhe kry. Edhe ka më shky për para. Edhe këta qeverisi pi morën rrogat sa pa dojnë, këtë pej popullit e kanë me shku me smilas me hi atje në zyret vete as për leve. Nuk rrezin na me të një popullit, da kemi dua me tonë jashtë krejt me jetu. Kam përshtypjen që një prej temave më të diskutuara si në familje, shoqëni, besa dhe në punë është drejtimi i energjisë elektrike. Fatura me çmime që t'i hapin syt. E javën e kaluar, një qytetar i Klinës përmes një statusi në Facebook e ka shprehur shqetësimin e tij për faturën që i ka ardhur për lokalin e tij 170 metra katror. Fatura me çmim mbi 700 euro. E sot kemi ardhur në Klinë për me taku veç kombinin. Gjithashtu, nga këtu ju bëj thirrje juve qytetarëve që rishini kësore, më na tregoni në komente se sa ju vjen fatura energjisë elektrike tash krahasuar me muajt paraprak. Me thot drejtën nëse kam pas për veti atë shqetësimin veç për veti, por për gjithë qytetarët e Kosovës, se çdo muaj ke përshkon të uranu. Edhe na ka gjetë kur me kon qytetarët këtë në gjëm. Mu faktura zakonisht këtë dyqanin e vllaut ka 400-450, eventualisht ka dejnë 490 euro ka shku faktura. Disi me 17 në qitë muj, e kanë këput zakonisht kur nuk i pagun keska, rrimë dhe 22-23 e kanë një farafoti. Adin mas 22-23 nëse pagun e shkyqin. Unë kom shku, unë rrima shkova të në ku kanë Selin Klin, tha të ka shkyq për Prishtinë. U dhe mi pagu 489 euro plus 35 euro dënim. Ora aty të dyqani vllavt nuk është ora heq, ora është në këtë farshtyllën këtë. Nuk kam informat, nuk di që sa hargjojmë, e kam që sa vjetë punojmë, njëta lera orë 400, 450, maksimumi si ka shku 500 euro, pas ka shku kur 500. 750 euro. E dishka centa me sa dione, edhe poshtë nuk konë regull, nëse vazhdojmë me nejtë flajt, na e kam në orë dhe 1000. Edhe atëherë të shi normal si shkojnë çmimet ma shtrejt, e çdo sen, ishte to është dish për mujë me përballu. Po, në kam thine mas pare me bu qeveria, ma shpejt, e me regullu edhe me him me këshyrë këtë sene pak ma në regull, se nuk konë regull vëjt me qu edhe me mush plët keskën kushin të punëtorë këtu, ka 20 inkasonta, 30 inkasonta mi prej bizniset, mi mytë bizniset dhe publin, po merru nuk mot shteti kështu, ty ju morë, ty vjedh njerëzve, ty ju dhon rroga dikuj, vallë dhe mështim punë me të njëshëm. E nuk shkën kështë. Unë nuk e di si ka shteti dishka, si ka dishka për dhimbë, si ka dishka si i ka, veç krejt prej bizniseve, i ka krejt të paga, këtë sene, pej kryeministët atje, deri ma të voglin, krejt pagat janë përmes bizniseve, edhe qytetarët Kosovës. Kur vjen rrim mashtrajt, 750, tash mund e kalu, mund me orë 800, 900, e kem qëra 1400 euro, jenë punëtorë, çdo punëtor ka 400, 350 dhe 400, se në 350 rrugë në Kosovë nuk ka mo, edhe ka më shky për para. Normal që të me hypë çmimet, besa bje puna, besa bo shumë biznise, na bo shumë. Që qytet i vogël 90.000 banorë në qytet, janë për mi se 20 marketa këtë bizniset në këtë marketet në laj. Unë i dyqan i vogël, familjar, 170 metra katror, problemi ja dalë, ose të me mbyllë, t'i ka me shku mo. Na si qytetar, kështu mujt me shku të zyrat e keskës, edhe me lomës me himrane, me lomë me himrane asnja, edhe këta qeverisi pi morën rrogat sa pa dojnë, këtë pej popullit e kanë pej këtëne biznisa, me shku me smilas me hi atje në zyret vete as për levend. Po na kena flenë në gjëmë, krejtim në gjëmë. Unë e kuptoj si mashtrajtin buhet është në ima, Kosovë. Me këtë 1 milion e gjysë banor, 1 milion e 300.000 banor, me këtë vend i vogël sa një qytet i Evropës është këtë Kosova, nuk i di ki populla nuk shohin, nuk donin për jashtë kur nuk shohin. Ata të jashtë me të jetojnë jashtë dhe thojnë, paguaj rrimë si qështu, po jo pas e 50 euro paguajnë 3 mujt, një banesë 100 kvadrat, ku dush, 100 euro, mas shumë 100 euro, midis min henit. Se im konë në Evropë e di shka është. Se i konë vene aty ne, shke qeveri me vardua pe qështu se ma mira, ose po del për rëngjinën. Nuk rëngjinën a me të një popull dhe kemi tu, a me tonë jashtë krejt me tu. Ata vinë 2 javë, mas 2 javë, mi thonë, po rrinë, që rrish ty nuk rrinë asnja. A falënirë këtë vinë në apështojnë, në dhonë një farë gjallënije, një farë knatësije, në i presëm me gjithë zemër i presëm, e ata ka nevoj marë në vend vetin e vendit tëne, vendindja tëne, po me gjithë aton nuk mund me saktu se këtu në rroga minimum është 350 euro. Ti me 350 euro mund me ble vishë dohanë. Sa në ligje shtashtë, se o botash edhe 1 euro kofja, gati 99% këtë Kosovën, edhe kur gjëtitë. Rrimë së në pagun. Me 350 euro ti rrimë së në pagun. Mo ti na me dekuni si popull edhe kry.